Pra, të shkojnë në Chicago të ditë, babë e birë. Nëse baba ka pas dertin e vetën e dertin e gjali, gjali ka pas vetëm dertin e vetë. I thëtë baba gjalit, orë birë, ku të gjejmë punë? Gjali thëtë orë babë, ne kemi ardhë për punë, po ku të gjejmë gjami, masaj do kërkojmë punë. La ilaha illallah. Gjali e mëson babën, ne do gjejmë gjami ku ka, masaj do gjejmë punë. E gjejnë gjamin, e gjejnë edhe punën. 5 vjetë, nuk ndahet as pi punës, as prej gjamisë. Kështu fëmijë ka. Pite gjalin që është për jashta, pite vajzën që është për jashta. Këtë mani. Imani ka shku, nesër amani s'bën pare. S'bën pare, nesër amani s'bën pare, vëllezër të dashur. Duhet në këtë dunja imani. Mas 5 vjetë dhe bie plani urbanistik të preshet gjamia. Babë i thëtë, orë birë, do na e preshin gjami. Cëllën gjami? Gjamin tonë. Po ku kemi gjami neve? Ku kemi gjami, vëlla? Po a gjë ku fa, ne e gjetëm, shtaj ne të di, unë jam mjeshtër, e në te je mjeshtër, dhe shkojmë dhe kundi ku shka gjami, do bëjmë gjami. Këto s'ka pas gjami. Allah i nurë, babot, ju keni bo bejtullah. Pasha Allah, unë keni bo bejtullah. Ata që janë bo sebeb, edhe ata që kanë bo dua, edhe ata që falen, ata do të kenë meritet mëdhaja në botën tjetër, vëllezër të dashur. Këta ngrehen shkojnë Texas, babë birë. A gjithë takohen me studentët arab. Shkojnë të krijetari i komunës, kërkojnë vend për gjami. U e krijetari. E bëjnë gjami, imam s'ka, këtë imama janë. Këtë imama janë, këtë muezina janë, këtë e din Kuranin, në vllai dashur. Më dhejmet, rej Kuranin këta kërkush në din të lezoje. Gjamia është lexim, e falet 2 reqat apo 4 reqat, qile Kuranin. Jo, vallaj, të mështetesh për murin, shofësh ku hinë, kush del në gjami. Jo, kështu vallaj. I bani 10 vjetë, në krejt 10 vjetëve, qka banë? Babi, thët djalit, o birë, thët, gurbet lejku, për mësim dhe për punë është 10 vjetë. Mësove, diplomove, këtheu në vatan. Punove, fitove, këtheu në vatan. Ndërtoj e vatani se 3-4 generata e më për jashtë, këtë ndërtojnë ti. I kalan lopë të vete, ka shku ropë të huja që për te. Kalan fëmijët me 3, kalan gruën me 3 fëmijë, ka shku martohu me 3 fëmijë atje. Që qashtu pa, pse? Imani është problemi këta. Thëtë kthehem orbir, e kthehem në vatan. Kthehem. Ki gjali e ka falë Allah një bukuri, jashtë zakonisht. Kudreti ilahi. Një ftit bukur e një iri, ku kthehen për Amerikës. Këtë dunë martohen ma gjallin. Kanë mendu se a bon Michael Jackson, jo Jusuf. Kanë mendu diçka tjetër. E gjenë një nuse. E gjenë një vajzë të një pasanikut. Pasanik milioner. Martohen, se Amerikan. Ajo vajzë shumë e lezdrume. Dhe i thomi katetova e lezdrume. E dal me pikufinit. Nuk shuan një javë. I thëtë dhe burit, thëtë burë, unë e kam shok, unë e kam shoqe, unë e kam dalë në kafiqe, në kafe barë, kam dalë edhe në plash. Unë e sa një refuzoj, e të sot bje në telefon. Djali i buri i mirë, musliman. Thë që kjo, kemi qenë gabimtare, në vetën e qenë gabimtare, si Azit i Zufi, ta në reni shetani. I ka rejë vladit, jo këtë, ama nuk do në t'i pështroje, vladit. Thëtë, ne kemi qenë një faqe të re. Tash inshallah, ti do më ndihmosh për Islam, unë do të ndihmoj për Islam. Që të ditë ta fitojmë xhenetin. Edhe inshallah Allah i na falen edhe fëmijë halal, që mbas vdekjes tonë të na kujtojnë. Jo bëhet ju zban. Nuk bie shpaj. Edhe një herë, del një 3-4 ditë, kur e shef se kjo veç ka vendos, dale, shkon te babagjishi. A babagjishi, për pos që e ka dhënë vajzën, shpaje 3-4 komfore, televizor nalt, televizor posh. Mercedesi ma i shtrit, ki nuk pagun as benzin, as naf, kitë pagun. Me vdekjen e babgjishit i mbetet edhe shpija e babgjishit, që ka pas vetëm një vajzë. La ilaha illallah Muhammed, ori një e ndëruar. Ori një e ndëruar që në ka harlisur kjo dunja o shpirt. Pra,
e merë gruën, shkujnë të babgjishi, e gjenë të paj cigare, inshallah ju e lini cigaret se me Ramazani. Këta ngrehet në sopë, thëtë o babgjish, kemi një problem. Qarë problemi kjeve vlate, qarë problemi? Nus jam mirë, 3-4 shpia, lumuzina, unë e paguj benzini, unë e naftë, unë e ketë. Tha shpije bukur do prishet, qeni e bukur do drishket, lulje bukur do vishket, Ramadani do vdiset. Tha unë e kam gajlin atje. A e shef si jam i bukur, tha po, pasha Allah nuk lejoj këtë bukurit të ma djegë zarmi gjenemit. Nuk lejoj këtë bukurit të ma djegë zarmi gjenemit, o vlaj dashë. Qka thoi babgjish? A e ka cigaren e ne vendohet. O gjishë qka thoi? Thot qka thot buri? Thot, a ju ini me shetani, po ini me Rahmanin e me mu? Tha, nuk di që thëmë, ki me ndonë babgjishi se nuk dhe të bëje të gist, që të të bëje ki gjallë, rrallë janë këto gjemë. Babgjish, 3 herë të thash, qka thoi? Për lene beso e re, masa i do vaja e koha, ngrejnë në kam, el shume je, el shume je, el shume je. Kati parë, el shumash, kati dit me gjithë televizorin, el shumash, kati tretë, jo Mercedes, el shume, edhe selam aleikum. E thët, inshallah, kësaj vajzës tuj e gjenë Allahi një burë, më të mëse une, edhe mu ma gjenë një gruaj më mëse se vajzë e juj. Pasha Allah në të tregoj, a i tash është i martuar, ka di gjemë, binaqa, të ditë janë doktora. Kër shkosh të rezidenca atine nuk thëtë qka të demë, thëtë ciki halët me i dare, me i ditë se i pak fukara, garatiste kje, kontrolimin garatiste kje të ilaqe. Pra, që ta lash diçka për Allah, do ta kompenzoj Allah edhe për Allah.